Sa po është vështirë pa ujë me mbajt? Nuk ka ma vështirë. Problemi që dënë më rritë nuk mundesh. Se mas pari kushtet të kryen. Ti edhe me dash me investu nuk po. Edhe me dash me rritë nuk mëj. Gjë që më duhet me shku ka haja që me zvoglu fermën ose me je krejt. I tana që bën? Ku merë? A është e mbohesh me qatë biznes? Me qatë biznes bëhen, kam punë se kam. Me qito mana. Veç me që të mbohesh? Me qito. Po punojnë familja, punojnë djemë, të tërkon s'kam të arna. E punojnë tokën. Dikon 13 hektar tokë i kam qëtë që i punoj, plus 15 hektar i kositi i bëj ushqimin gjove. Tana ja osiguron ujnë se kanë. Ujnë se kanë, gjënë kryesore. Kena qenë të drejtori ujësillësit, asë që nga ka marrë konsiderat. Erdhë me e pruni zavensin e ti edhe një drejtor të rjetit. Gjoja që vërnica ka ujë. Na sa më shumë i thëshëm s'ka ujë. Ka një pjesë ujë, po shumica s'ka. Jo, kanë qenë pumpat, i kanë hek pumpat, edhe e kanë bo një lidhje direkt në pumpat Skënderaj. Skënderaj furnizohet rregullisht 24 orë. Plus, në shtinin me i bo kontratat për furnizim të ujtë 24 orë. Aja kontratë zvlen. Nuk ka ujë. Vetëm në qofë se ndodhë në havari, ujë mundet më ndalë, së është problem një ditë, një sahat. A kështu, mos me pas kur, kjo së është në regu. Sa vite pa ujë? Pa regullisht në jenë pa ujë, thuje gjithë. Gjithë. Po një vjetë kështu konstant? Nja 3 vjetë ka pas, kur u konë kryetar Agim Bahtiri, i panxil do pumpa të reja, ato kanë furnizu nja 3 vjetë. Masanej, ju ndjek pumpat, i kanë hek pumpat e kanë bo një lidhje direkte në atë gypin e Skënderajt, edhe faktikisht, zdi qysh me thonë, veç kur t'ju bjen atyne që lëshohet një pumpë e madhe, atëherë shpërndahet në përkatën. Masi aja pjesa pësht, furnizohet ka pak, kënjena nuk vjen as i tro. Pjesa e për me.